Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry ka bërë thirrje Izraelit dhe Palestinës të shfrytëzojnë armëpushimin e përkohshëm treditor për të bërë një hap përpara në drejtim të negociatave më të gjëra. Në një intervistë për rrjetin televiziv BBC, Kerry tha se një zgjidhje e tillë është e nevojshme për të ofruar siguri për Izraelin dhe garanci më të madhe për popullin palestinez. Në asnjë vend të botës nuk mund të jetohet normalisht me këtë situatë. Shtetet e Bashkuara mbështesin Izraelin për të mbrojtur vendin e tij në këto rrethana. Hamas reagoi në një mënyrë tronditëse, duke sjellë dëme të konsiderueshme njerëzore dhe kolaterale. Ndërkaq, Kerry shpreson që armëpushimi prej 72 orësh do të çojë në reflektimin e dy drejtuesve të bisedimeve në Kairo për të arritur një zgjidhje afatgjatë për Gazën. Ndërkohë, mediat egjiptiane në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë raportuar se delegatët egjiptianë kanë sugjeruar të dërguarve palestinez dhe izraelit në Kairo që të zgjasin armëpushimin 72 orësh në të paktën 120 orë. Armëpushimi aktual I ka dhënë fund përkohësisht sulmeve 4 javore në Gaza, time të cilat kanë marrë jetën e më shumë se 1900 personave. Armëpushimi ka nisur një ditë më parë pasi Izraeli tërhoqi forcat e saj nga Gaza dhe shumë banor filluan të kthehen në shtëpitë e tyre.